Këtu në Gjatjeta uroj t'jeni mirë. Bajram Begaj, noteri i Edi Ramës në presidencë, firmos certifikatën e vdekjes për Shqipërinë. Takime të fuqishme, bombë në New York, në OKB, ndërkohë që e gjithë bota shkon të bëj marrëveshje të mëdha për armatime, për mbrojtje, të lidhin aleancat fuqishme të reja, aleancat konsolidime të aleancave të vjetra, lidhje të miqësive të reja dhe të aleancave të reja, për të mbrojtur popujt dhe kombet e tyre në këtë udhkryq jashtëzakonisht rrezikshëm që po kalon bota. Bajram Begaj, emisari i Ramës në New York, ka bërë takime bombastike me përfaqësues të lartë, këshilltar të lartë të presidentit të Bangladeshit, dhe janë në radhë edhe presidentë të tjerë. Pasi ka bërë foton ceremoniale me presidentin Trump, foto të cilën ai e kryen me çdo president që viziton OKB-n dhe Kombet e Bashkuara, bashkë me bashkëshorten e tij. Bajram Begaj ka nisur fuqimisht nga puna dhe pas fotos dje me atë Elisa Spiropalin me Marko Gjuriqin, ka nisur nga puna intensive për takime bombastike me Bangladeshin, me përfaqësues të Bangladeshit, dhe është në radhë edhe Kameruni. Ka një plan të madh që po përgatitet. Bajram Begaj ka deklaruar dhe po flet shtypin ndërkombëtar, gazetat britanike, gazetat amerikane, Shqipëria ka nevojë për punëtor shqiptarët dhe mbel. Bajram Begaj ka deklaruar që ne nuk punojmë, populli jo nuk punon, dhe jemi duke marrë masa që të marrim punëtor nga Bangladeshi. Vizat nuk do t'ja bëjmë më të vështira, nuk ka më nevojë të shkojnë bangladeshasit nga Bangladeshi në New Delhi, do t'i heqim vizat me një aplikim vizë elektronike nga Bangladeshi në Shqipëri. Në fakt, Bangladeshi ka një konkurrent të fortë që është duke e konkuruar Bangladeshin dhe që janë vënë në radhë për të takuar presidentin Bajram Begaj. Është Kameruni, edhe Kameruni pretendon që të zëvendësoj Bangladeshasit, sepse ata kanë thënë ne mund të paguhemi më lirë se sa ata, ne mund ta merrni, ne jemi më të mirë se sa ata, ne jemi më të urtë se sa ata, ne jemi më punëtor se sa Bangladeshi. Pra, ka një konkurrencë të fuqishme se me kë do të zëvendësohen shqiptarët, a do të zëvendësohen me Bangladeshin apo do të zëvendësohen me Kamerunin. Ka dhe rivalitetet të tjera, Sri Lanka, Filipinet, Pakistani e tjerë. Dhe ndërkohë që popullsia e Shqipërisë është reduktuar me 800.000 banor vetëm në qeverisjen e Edi Ramës, dhe ja 400-500.000 do ikin tani kur shohin që nuk ka opozit dhe nuk ka shpresë në këtë vend, plani i zëvendësimit të shqiptarëve është gati, fleta e varrimit të Shqipërisë është bërë gati dhe është firmosur në New York nga emisari i Ramës, presidenti i Republikës së kartonit të Shqipërisë, i cila shkon çdo ditë drejt tretjes. Ju a thash, Bajram Begaj erdhi nga ushtria, e kishte Rama, atje e mbante peng me disa dosje të shkatërimit të pronave të ushtrisë, të cilat ja ka marrë dhe ua ka dhënë oligarkëve të Ramës dhe atyre që ai quan investitor strategjik, dhe ka vrapuar për New York, ndryshe nga shtetet e tjera të cilat po bëjnë marrëveshje të mëdha, mbrojtje, aleanca, sepse bota është në rrezik. Ky yni po zëvendëson popullin e vet me popujt e tjerë. Bajrami, unë ju kam thënë, është një kukull që e ka vënë Edi Rama atje dhe këtë herë, nga që donte të shmangte përballjen me injorimin e Trumpit dhe të administratës amerikane për arsye të dosjes me Goniga, ka dërguar Bajramin. Bajrami po bën takime të fuqishme. Tani çfarë po u thon shqiptarëve? Shqiptarëve po u thon shqiptarët janë dembel, nuk duan të punojnë. Dhe ky është mashtrimi më i madh. Ata nuk u thon shqiptarëve bizneset nuk duan të rrisin pagat. Për shembull, sektor si call center, fasoneri, ndërtim, shërbime, paguajnë rroga sklevërish dhe rroga mizerabël në Shqipëri, dhe kjo i shtyr shqiptarët që të emigrojnë drejt Italisë, Gjermanisë, Anglisë dhe vendeve të tjera europiane, ku ata paguhen për të njëjtën punë 3 deri në 4 herë më shumë.
Sigurisht nuk u mbetet në i lek I madh atje në Gjermani, pasi të paguajnë qerat, taksat, ujë korrent dhe ushqim, por të paktën jetojnë. Në Shqipëri kjo është e pamundur. Dhe qeveria shqiptare, në vend që të detyrojnë rritjen e pagave dhe të lehtësojnë bizneset e vogla, ata sjellin fuqi punëtore të lirë, sklever, të cilët nuk ankohen, nuk largohen, nuk ikin, nuk protestojnë, nuk rebelohen dhe nuk kërkojnë paga europiane, sepse kanë ardhur këtu për të mbajtur familjet e veta atje, të cilat mund të jetojnë me $100 deri në $200 në muaj. Emigrimi I shqiptarëve, pra miq tanë të dashur, nuk shihet si problem, por shihet si zgjidhje e problemit. Kryeministri shqiptar, anti-shqiptar I Shqipërisë, Edi Rama, flet vazhdimisht për qarkullim njerëzish dhe qarkullim popujsh dhe nxjerr sorosianët nëpër të gjithë mediat e Tiranës, të cilët relativizojnë këtë dëm duke u thënë të gjithë popujt kanë ikur italianët, kanë ikur gjermanët, kanë imigruar në Amerikë, kanë ardhur, kanë bërë ca lek, janë kthyer, për të relativizuar. Pasi I kanë godit çështjen e pronave në Shqipëri, që shqiptarët e kemi analizuar edhe më përpara, që shqiptarët nuk kanë më asnjë lidhje me tokën dhe me pronën e tyre, tani do t'i përzën nga trojët e tyre dhe do t'i zëvendësojnë me dy lojtarët kryesor që janë tani pjesë e diskutimeve në OKB, janë Bangladeshi dhe Kameruni. Kameruni ka 3 vjet që e ka sjell ofertën dhe loja është kë do të pranoj Bajrami që të zëvendësoj shqiptarët. A do të pranoj Bangladeshasit apo Kamerunasit? Tani, të bëjmë një sqarim të thjesht për manipulatorët, sepse është një ushtrim e patronazhist që do të komentojnë te komentet dhe do të mashtrojnë popullin me rrenat e sistemit dhe të qeverisë. Ne nuk jemi racist, ne I kemi xhan gjithë popujt e botës, ne duam Bangladeshasit, ne nuk kemi problem me njerëzit me ngjyrë, absolutisht. Unë I kam xhan afrikanët, kam ngrënë me ta në një tas, edhe luaja me flokët e tyre si rrica, kur I kisha në universitet, haja me ta në një tas, fleja me ta në një dhomë, jetonim, luanim futboll, dilnim, hanim, pinim, shëtisnim, kam miq nga gjithë bota, nga gjitha racat. Kjo nuk është çështja që ne po diskutojmë. Kjo nuk është histori e racizmit, kjo nuk është histori e përbuzjes, as e nëpërkëmbjes, as e Bangladeshit, as e Kamerunit, as një popull tjetër në botë. Por, ne besojmë fuqimisht që çdo popull dhe çdo komb është zot në shtëpinë e vet, është I nderuar në shtëpinë e vet. Dhe kur detyrohet që të emigrojë, emigron sipas kushteve të rrepta, siç ka Zvicra, siç kanë shtetet e tjera, të cilat nuk të marrin në punë një punëtor të huaj pa marrë punëtorin vendas. Pasi të kualifikohet punëtori vendas, atëherë del punëdhënësi zviceran dhe I thotë shtetit, unë kërkova në Zvicër dhe nuk ju përgjigjen, edhe pse I kam plotësuar standardet, nuk u përgjigjen zviceranët, jam I detyruar të marr një shqiptar, një indian apo një çdo lloj populli tjetër pra. Pra, presidenti Begaj shkon dhe firmos zyrtarisht fletën e varrimit dhe certifikatën e vdekjes për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Ai thot na duhen punëtor dhe nuk thot po paguajnë keq oligarkët, biznesi I madh dhe biznesi I mesëm në Shqipëri, por thot nuk punojnë shqiptarët. Dhe këto janë dy situata krejt të ndryshme. Ne nuk kemi mungesë punëtorësh në Shqipëri. Ky është popull punëtor që shkëlqen, I del bretku në të gjithë botën dhe punon nga mëngjesi deri në darkë. Unë I kam parë kur kam shku nëpër Europë, nëpër Angli apo nëpër gjitha vendet e botës, kudo ku I kam takuar, vinë na takojnë me rroba veshje, me rroba pune, të mbuluar nga pluhuri, nga llaçi, nga tullat, nga gëlqerja, njerëz fisnik që punojnë nga mëngjesi deri në darkë, por marrin djersën e tyre, paguan. Pra, Begaj thot ne nuk kemi popull, ne kemi popullin tepër, nuk duan me punu, janë ca dembel që kanë mendjen me parë gjithë ditën filma në televizor, apo rrinë gjithë ditën duke pa porno në rrjetet sociale dhe çfarë duhet t'i zëvendësojmë me Bangladesh, me njerëz bangladeshesh. Pse? Sepse shqiptari nuk të jeton dot këtu me 400 deri në 500 euro në muaj, as me 300 euro,
Dhe çfarë bën? Ikën për 1000, 1500, 2000 në Europë apo kudo tjetër. Pra logjika është kjo, miqtë e mi të dashur. Në vend që të paguajmë shqiptarin me dinjitet, marrin Bangladeshas, Kamerunas, Pakistanez apo Indian, hallexhin të shkretët, që duan me mbajt familjet e veta dhe kanë zgjedh skllavërinë si mundësi mbijetese, i sjellim këtu dhe largojmë shqiptarët. Zëvendësimi demografik sipas kushteve të Europës brenda 15-20 viteve është absolut. Pse? Ai do të rri këtu, do të marrë leje qëndrimi, do t'i plotësosh gjitha kushtet e jetesës, të ushqimit, atë dhomën për të fjetë gjumë dhe pas 3 vitesh, 4 vitesh ai merr pasaportë shqiptare, ka të gjitha të drejtat e tua. Dhe Bangladeshi dhe Bangladeshasi i nderuar punëtor në vendin e vet, atje janë punëtor shumë, po punojnë shumë. Nuk janë edhe aq të urtë. Ju i patë se çfarë bën revoltat studentore në Bangladesh, i shkullën nga themelet rrugeçërit që i shkatërronin jetët e tyre atje në Bangladesh. U hyn në pallat mbretëror, u hyn në pallat kryeministror, u hyn në zyrat e qeverisë, u aprishën pishinat, u shkatëruan vilat, u hyn, u anxorën ujtin e zi. Pra Bangladeshasit janë të urtë në këtë moment sepse punojnë dhe kanë vendosur nënshtrohen të mbajnë frymën e familjeve të tyre me bukë, por nuk janë të urtë kur të vendosin të rebelohen nesër dhe të kërkojnë të drejtat e tyre. Ky është kurthi. Shpopullimi vazhdon, të rit ikin, shkoni shihni autobuzat që ikin për Gjermani edhe në Shqipëri, edhe në trojet shqiptare natë për natë plot, edhe për në Europë. Shkojnë andej, kush ka në të afërm, kush ka në i mik në i të ashtu, rregullohen andej. Shqipëria do të zëvendësohet me popullsi alternative dhe këtë e bën Barami gjithë krenari sepse është njëri kot pas një vlerë aty dhe i ka thënë Rama shko bë takime me Bangladeshin. Përderisa nuk është Rama atje, nuk ka takime as me lider të mëdhej botror, nuk ka takime me figura të mëdha botror. Rama që të mos përfundonte vetë, takonte vetë Bangladeshin, këshilltarët e Bangladeshit, jo president, këshilltarët e lartë të Bangladeshit, edhe të Kamerunit, edhe të Mozambikut, edhe të Burkina Fasos, çfarë bëri? Çoi Bajramin atje. Dakor? Edhe Bajrami tash ka marrë, ka pushtuar botën, mediat botrore. Nami, Shqipëria, populli jonë nuk punon, duam punëtor nga Bangladesh. Pyetja thelbësore që del këtu është, a është kjo rastësishme apo strategji për të mbajtur popullsinë shqiptare në ritmin drejt zhdukjes dhe të jetë një popullsi e zëvendësueshme? Praktikisht është kjo e dyta. Çfarë duhet bërë? Këta i thonë shqiptarëve nuk punojnë shqiptarët dhe biznesi i cili është ndërtuar në Shqipëri mbi një skem tipike skllavërie, pasi është biznes që mashtron, nuk pagu taksa, nuk pagu siguracione, pagu punëtorët në zezë, nuk konkuron dot, sepse një biznesmen i ndershëm dhe një njeri që ka fabrikë që do të punojë me ndershmëri në këtë vend nuk konkuron dot sepse janë prish rregullat e tregut. Kush i ka prish rregullat e tregut? Tregu vetë rregullohet, miqtë e mi. Me paga, me kërkesë, me ofertë, me punëdhënie, me punëmarrje, me specialitet. Tregu vetë rregullohet me kalimin e kohës. Kush e ka prish tregun? E kanë prish koncesionet dhe PPP-t. Këta banditët që marrin lek para publike, që janë kompani të hapura po guacka, po të antarëve të qeverisë, marrin buxhetet e shtetit dhe punojnë në të zezë. I fshihen taksave, i fshihen tatimeve, i fshihen kontributeve dhe nuk kanë mundësi biznesi i ndershëm që i paguhet në gjitha të konkurojë biznesin e lidhur me qeverinë. Pra, Rama dhe sekti i rilindjes e kanë prishur tregun vetë dhe në vend që të rregullojnë tregun, thonë shqiptarët janë dembel. Pse? Sepse Shqipëria është një plan, një lloj si të gjithë vendet e tjera që janë në zhdukje e sipër. E njëjta gjë po ndodh me Sirinë, e njëjta gjë po ndodh me popull të tjerë, e njëjta gjë do të ndodh nesër në Shqipëri. Çfarë do të ndodh?
largimi i popullsive vendase, zëvendësimi me sklever nga popullsitë në nevojë apo nga popullsitë që janë në gjendje lufte, dhe shndërrimi i Shqipërisë në resorte për oligarkët vendas dhe në pika turistike për 15-20 koka bashkë me kompanitë ndërkombëtare të fuqishme botërore, të cilat vinë me kapitale të jashtëzakonshme, marrin Sazanin, marrin Durrësin, marrin Muzeqen, marrin petrolin, marrin naftën, marrin bankersin, marrin jugun e Shqipërisë, marrin perlat e jugut të Shqipërisë, marrin thethin, i zhdukin banorët vendas, i shkatërrojmë bujtinat e atyre veriorëve të shkret, shkodranëve apo të malësorëve, nuk ka rëndësi kush janë shqiptarë, pra që kanë bërë 2 investime, i rrafshojmë, pse do vinë bobat e mëdhej nga jashtë. Dhe ju do ju thonë ka zhvillim ekonomik, ky është mashtrimi më i madh. Nuk ka zhvillim ekonomik, do të ketë fitim për ata që do vinë këtu. Po jo po do hapen vende pune do të hapen për sklevrit që do të vinë nga Bangladeshi, nuk do hapen për shqiptarët. Pse? Se shqiptari e do standardin e punës tashmë si europiani. Do minimumi 1.000 euro, 1.500 euro në muaj që t'jetoj normalisht, si njeri me dignitetin minimal. Këta i rejnë shqiptarët dhe u thonë, do të bim kompanitë e mëdha, që janë Kushner, ku dëgjon, arabët e mëdhej, amerikanët e mëdhej, gjigantët e Europës, ata do vinë me ndërtu parajsat e veta këtu, do të fitojnë miliardat e tyre, do t'i dhjetëfishojnë, dhe çfarë do të bëjnë? Si fiton popullsia vendese, thot do hapin vende pune. Ku do i gjej punëtorët? Shqiptarët nuk pranojnë të punojnë me 400 euro. Atëherë çfarë do bëjmë? I themi Bajram Begës, fillo takimet intensive me Kamerunin dhe me Bangladeshin, nis edhe me Burkina Fason, Marubin, Tanzanin edhe Republikën Demokratike të Kongos, me respektin më të madh për gjithë ato shtete dhe për gjithë ato popull, s'kam gjë unë me ata, por ky i ka direktivat e qarta. Dhe si president i Republikës që është garanti i kushtetutës dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Shqipërisë dhe kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj duhet të jetë aty, ai dhe çdo president tjetër republike, garant i mbrojtjes kushtetutës, garant i mbrojtjes integritetit territorial të Shqipërisë, garant i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe i politikave të sigurisë kombëtare. Bajrami, në vend që të marrë rolin e tij të natyrshëm dhe rolin e tij që i angarkon kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe powerin, fuqinë që e jep populli shqiptar postit të presidentit të Republikës, bëhet një lolo, një zar tek xhepi i Ramës, sepse ka dosjet atje, dosjet e shkatërimit të pronave të ushtrisë në Ministrinë e Mbrojtjes kur ka qenë, dhe që i kanë kaluar, janë heq nga përdorimi i ushtrisë, siç bën tani me Kepin e Rodonit, siç bën me Pashalimanin në Vlorë, e pa çfarë bën, po bëhen gati resortet. Do vinë kompanitë e mëdha, nga ku, nga Amerika, nga Dubai, nga Ktej, nga Arabia, kompanitë janë të këtyre, coveri është amerikan, parat janë të këtyre hajdutëve të Shqipërisë, coveri është arab, apo coveri është amerikan, ose bëjnë 50-50, bëjnë joint venture, bëjnë çfarë të duan. Pra, është marrë vendimi për t'ju zhdukur si kombë dhe për t'ju zhdukur si popull. Patronazhistët do vinë dhe do shajnë poshtë dhe do thonë, o mashtrus, o gënjeshtar, ata janë specie të pështira që nuk kanë gen, as gjak shqiptar, as gen shqiptar, janë krijesa të pështira anti-shqiptare, janë mikrobe viruse që jetojnë në çdo trup. Populli ynë, si çdo trup tjetër i gjallë, ka viruse që i pinë gjakun, ka shushujza, të cilat për 400-500 lek muaj dhe për një rrogë false në muaj rrinë tërë ditën shpërqendrojnë popullin në internet dhe i thonë njerëzve kur del në një e vërtet në rrjetet sociale dhe në këto media, i thonë o mashtrus, o gënjeshtar, dhe nuk sjellin fakte. Unë po flas me shifra dhe me fakte. Çfarë duhet bërë, miq të dashur?
duhet bërë program urgjent kombëtar për kthimin e diasporës në Shqipëri, po deshet mos humbni Shqipërinë. Ne kishim tek Lëvizja Dheu kishim paketën Kthehu na dhe, me lehtësi tatimore për 5 vjet për ata që kthehen në Shqipëri. Nxitje financiare për profesionistë, doktor, inxhinier, IT dhe agronom, të cilit po braktisin Shqipërinë me ritme të frikshme, njohje automatike e diplomave dhe përvoja atyre që kanë përvoja jashtë vendit, larg burokracive të tmerrshme që krijohen nga administrata e mashtrimit, e hajdutëve, e korrupsionit dhe e rishfetit. Kemi në plan, dhe ky duhet të jetë plani, po ja themi qeverisë ta bëj, mos ta bëjmë ne, ta bëni ju. Bëjeni, o qenë birqensh, mos e shkatroni këtë popull, o anti-shqiptarët më të ndyrë që ka pasur kjo tokë. O zoti president, çoja këtë plan Ramës, thuaj, mos më vetësh, flas me Kamerunin, me Bangladeshin, por zbato këto pika, mbaj shënim, Bajram. Bajram, mbaj shënim. Kukulla e Ramës, mbaj shënim dhe mos firmos varrimin e shqiptarëve. Zhdukjen e tyre dhe zëvendësimin e tyre me Bangladeshas dhe me Kamerun. Respekt për gjithë popujt e botës, kjo tokë është e shqiptarëve, emigracioni me kufi, me kujdes, sepse po zhdukemi si popull. Mbaj shënim, Bajram, çfarë duhet bëj? Kur thotë Rama pse nuk e firmose, ti e ke firmos tash. Por nëse ke mundësi të kthehesh dhe të bësh debat, thuaj Ramës mos përzish shqiptarët, por krijo kushtet që po i lexoj, që ti lexova tani. Krijo kushtet për strehim dhe kostot për ballueshme të jetesës. Bëj program, thuaj, kombëtar Ramës për banesa sociale dhe kredi me interes minimal për të rinjt dhe familjet që kanë vendosur të punojnë në Shqipëri. E keni ke paketa Ktheu na dhe e jonë. Bëni lehtësim për çmimet e energjisë dhe transportit për punëtorët, për klasën punëtore dhe për punësuesit, për ata punëdhënësit e tyre. Bëni investime, thuaj Ramës, mos sill Bangladeshin dhe Kamerunin këtu se do të zhdukësh Shqipërinë. Bëj investime në prodhim, në bujqësi dhe në industrinë vendase. Bëj subvencione të drejtë për drejta për fermerët dhe për agropërpunimin. Bëj favorizim të industrisë prodhuese që sjell vende të reja pune afatgjata, pa i dhënë gjithçka oligarkëve hajdut, të cilët shtojnë milionat e tyre në kurrizë të zhdukjes Shqipërisë dhe ata kanë nevojë për sklevër. Ndaj i thonë Ramës, na hiq qafe këta shqiptarët dhe ne na jep mundësinë, na i hiq vizat, sjellin Bangladeshës, pakistanez apo njerëz nga Kameruni. Rama do t'u jap Shqipërinë 5 oligarkëve miq dhe 10 biznesmenëve të mëdhenj në Shqipëri, call centerave dhe koncesioneve të huaja. Do t'u jap mundësinë të vinë të investojnë paratë e tyre, sjellin punëtorët nga jashtë dhe ju do ju thonë po zhvillohet vendi. Ky është mashtrim. Bajram Begaj bëj urgjentisht kontroll të sigurisë kombëtare dhe të planeve të sigurisë kombëtare, bëj kontroll ndaj abuzimeve të bizneseve që paguajnë në dorë dhe nuk bëjnë sigurime, nuk paguajnë sigurime, i mbajnë punëtorët pa orar, pa kontrata pune, me rroga sklevësh dhe raportoja satrapit Firaunit madh që po zhduk Shqipërinë, thuaj, kjo është duke ndodhur, presidenca ja ka mbrit në këto përfundime, duhet bësh 1, 2, 3, 4, 5, denonco Bajram, je mbrojtësi i kushtetutës, je mbrojtësi i sigurisë kombëtare të kombit, nuk je firmtari i varrosjes Shqipërisë. Denonco ata që diskriminojnë punëtorët shqiptar, freno, thuaj Ramës, shpopullimin me politika familjare, bonus për lindje fëmijësh, çerdhe falas, mbështetje për nënat dhe familjet e reja se nuk po lindin më shqiptarë se kanë frikë të lindin fëmijë, se s'kanë me çati mbajnë. Bëni politika për taksat reduktuara për familjet me fëmijë që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri dhe vendosen të mos largohen. Ulni TVSH-n dhe kostot e ushqimit për prodhimet bazë, për prodhimet e shportës, se po i ha inflacioni, po i vdes, po i ngordh, po i gri, po i lë pa bukë. Vendosni siguri dhe shtet funksional, vendosni drejtësi, jo korrupsion, dhe të mos shkojë njeriu të rropatët dhe të raskapitet 6 muaj e 6 vjet në përdyrë të gjykatës.
Bëni administrat efikase pa ryshfet, pa parti, pa pas nevojë me njohje. Mos më krijoni djellëzat e inteligjencë artificiale, të mashtroni popullit, të çoni parat publike kovë pusi dhe pastaj të thoni shqiptarëve që kishim sulm kibernetik nga Irani ndaj djellëzës artificiale dhe na hikën lekët e Shqipërisë. Janë mashtrues të mëdhej, janë vrasësit e Shqipërisë. Bëni punësim dinjitoz për të rinj, punëtor, punëdhënës, biznesmen, biznesi i mesëm dhe i madh. Paguani shqiptarët, kërkoni, ngriuni, kërkoni drejtat tuaja. Praktikat bëhen me pagesë, jo me punë falas, siç i mashtrojnë shqiptarët, i marrin studentët nga 25 vjeç, 22 vjeçë, 18 vjeçë, 19 vjeçë. I mbajnë 1 muaj, 2 muaj, i thonë jeni në provë. Pastaj në fund të muajit, 2 muajve i përzën nga puna dhe si japin rrogën dhe kështu marrin muajin tjetër, marrin në provë studentët e tjera që të mos paguajnë rroga. Ulni tarifat universitare dhe jepni mbështetje për startupet shqiptare. Jepni kuota kombëtare para importit të punëtorëve të huaj. Caktoni kuota kombëtare përpara se të sillni punëtor nga Bangladeshi, Kameruni, India, Pakistani apo nga kudo tjetër. Bëni ligje që detyron bizneset të shpallin vendet e punës me paga të arsyeshme për shqiptarët vendas përpara se të sillni të huaj. Vendosni kufi për punëtorët që do të importohen vetëm në sektor ku ka realisht nevojë për profesionistë që nuk gjenden në Shqipëri. Nxitni shqiptarët të kthehen në Shqipëri. Shqiptarët nuk punojnë. Është alibia perfekte për paga të ulta. Bizneset ankohen se nuk gjejnë punëtor, por e vërteta është se ata nuk gjejnë sklever, jo punëtor. Punëtor ka. Ky popull është punëtor dhe janë të mirë shumë. Pse bizneset thonë që s'kemi mundësi të paguajmë dhe të rrisim pagat? 1. Sepse modeli ekonomik ka 30 vite që mbështetet tek puna e lirë dhe informaliteti. Shumë biznese janë të ngritura mbi evazion fiskal, mbi koncesione klienteliste, mbi subvencione për oligarkët, punëtor pa asnjë lloj të drejtë, sklever. Dhe po tu rrisësh atyre pagat, sigurisht ortakëve dhe bashkëpunëtorëve të Ramës, biznesit të madh, do t'u bien ndjeshëm fitimet. Ndaj çfarë? U thonë Ramës, ne i hiq qafe këta shqiptarët se ne marrim sklever nga jashtëtit dhe i sjellim këtu, ata nuk kanë nevojë për asnjë gjë. Biznesi i ndershëm shqiptar po falimenton, po e falimenton Barami me Edi Ramën dhe me sektin e rilindjes. Ka biznesmen të ndershëm në këtë vend, duan të punojnë me djers, me nder, me dinjitet. Por biznesi i ndershëm në Shqipëri nuk mund të konkurojë në kushtet kur nuk paguan ai tjetri sigurimet shoqërore. Tjetri nuk paguan, nuk deklaron pagat reale, nuk bashkëpunojnë me tatimet, nuk marrin tendera dhe PPP dhe koncesione. Dhe kjo krijon një racë biznesesh të cilët jetojnë nga sklevrit, jo nga të punësuarit. Dhe kjo është arsyeja e masakrës dhe zhdukjes dhe vrasjes së këtij populli dhe të këtij kombi. Sepse qeveria nuk i detyron ortakët e saj që të respektojnë tregun. Dhe në vend që të vendos dysheme sipas sektorëve dhe të kontrollojë abuzimet, shteti mbyll syt, hap derën dhe thotë po ju sjellim punëtor nga Bangladeshi sepse shqiptarët janë dembel. Cila është e vërteta? E vërteta është se shqiptarët nuk po largohen nga puna, por largohen nga poshtrimi. Dhe sot ju keni në dorë të nënshtroheni ndaj kësaj klase politike që po ju vret dhe po ju zhduk si komb, ose të ngriheni, të organizoheni dhe të shpëtojmë veten ton, kombin ton dhe jetën e pasardhësve tan nga poshtrimi i organizuar që i bën kjo klasë bastarde politike, kjo mafje bipolare, PSD, e cila po e mban vendin peng. Njerëzit largohen sepse dinë që nuk ka më shpresë dhe ua kanë vrarë edhe atë shpresë që ka mbetur. Kjo është loja, miqtë mi. Ju uroj fundjavë të qetë dhe të këndshme. Unë do të vazhdoj detyrën dhe misionin tim për çdo të re, për çdo zhvillim. Të gjitha të tjera zhvillimet të mëdha do t'ju a themi në vijim, sepse ka zhvillime të mëdha, por të tjerat vijojnë në numër në aq.